Përplasjet e Adriatik Lapaj të Shqipëria bëhet dhe simpatizantëve me policinë që vijojnë të qëndrojnë poshtë zyrës së kryeministrisë prej javësh tashmë në formë proteste, vijuan edhe mbrëmjen e së dielës. Shkak këtë herë u bë rrethimi në trotuar me karton dhe karrige ku qëndrojnë ditën dhe natën. Pamja tregojnë një numër të konsiderueshëm efektivësh policie që ofrohen dhe e prishin kartonat e vendosur për mbrojtje nga i ftohti dhe marrin sendet e tjera duke i ngarkuar në një mjet për t'i larguar. Në një moment teksa kryeministri Rama la godinën të grumbulluarit një zëri thirrën, Edi Rama o hajdut. Njëri prej aktivistëve u shoqërua në polici dhe nga kjo ndërhyrje e bluve, Lapaj e mbështetës të tij u zhvendosën në tubimin e tyre përpara komisariatit numër 1. Çadrën prapë sipas vendimit të prokurorisë. Bum dhe kartonat, ja erdhën, ja bravo Krushit erdhën, bravo. Policie çadrave. Kapi hajdutët dhe jo çadrat, kartonat, plastikën, karriqen. Kapi hajdutët e koncesioneve. Kapi hajdutët e generatorëve. Më shtyve o gjop! O pler! Hajdutët e koncesioneve. Kapi hajdutët o policie Turp! E shtynë, pse shtynë? Turp! Ka godisi vajzat? Ku godisi ju më? Ka godisi ju më? Kapni hajdutët, mos kapni qytetarët e lirë. Turp! Pse e ndaloni? Pse e ndaloni? Turp! Vrijet, mos ki merak. Turp! E drejta e protestës! 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 Do bëni burg! 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 Pa dal mirili jo. Zjera të o! Pore, me ca urdri pëndalohet, me ca urdri pëndalohet, jo. Mirili. Jo, zotri, jo. Jo. Hapu, lere, se do vete unë kom se, hapu. Mos i prek një grave. Në ditën e grave, në ditën ndërkombëtare grave.